Tash tut kur flasim për rënien e trajektores, tu i kemi dy momente historike. I kemi momentin e parë kur trajektoria ka filluar me rënë drastikisht, që është një pikë pas vdekjes së presidentit Rugova, cilën mund të flasim në veçantë, po edhe nëse shikojmë këtë trendin aktual që ka të bëjë domethënë me presidencën udhëheqjen e zoti Abdixhikut. Unë mendoj që fajtori kryesor në këtë pikë është vetë zotnia Abdixhiku. Edhe gjithçka që ai përfaqëson, jo si person. Ta kemi të qartë, nuk kam shumë respekt për ato si një intelektual, si një ekspert i një fushë të caktuar, si një energji e re, por mendoj që nuk ka flejt në lidhjen demokratike të Kosovës dhe nuk mundet me fjet në lidhjen demokratike të Kosovës. Është një farloj transplanti në lidhjen demokratike të Kosovës. E ka keq kuptuar rolin, jo vetëm aja, komplet establishmenti që është për rreth tij. Nuk kanë arrit ta ripërkufizojnë, janë fut me idenë që të ripërkufizojnë lidhjen demokratike të Kosovës. Ky është gabimi më i madh që ai ka bërë, edhe establishmenti për rreth tij. Edhe e dyta është arroganca e tepruar, që janë gjëra që nuk flejnë me elektoratin e LDK-s. Ajo huqja më e madhe që ka bërë ky zotëria, edhe njerëzit për rreth tij, edhe këtu fatkeqësisht fusë edhe disa njerëz që janë aktivistë të hershëm arben, si për shembull zotni Lutfi Aziri, zotni Imri Ahmeti, e të tjerë, po sidomos zotni Lutfi Aziri. Këta janë njerëz që e mbajnë mend atë LDK-n burimore, dhe këta është dashur që të bëjnë rezistencë për disa gjëra dhe nuk kanë bërë. Lidhja demokratike e Kosovës ka histori. Lidhja demokratike e Kosovës ka plagë. Janë plagë që nuk shlyhen ato. Ato mund të shlyhen ndoshta pas një 50 viteve, sepse familjet atyre njerëzve që kanë kaluar nëpër ato plagë janë në lidhjen demokratike të Kosovës. Ata janë rrit me ato plagë. Nuk është vetëm ndryshimi i një gjenerate, ti nuk mund të injorosh ato plagë. Sot jemi në një situatë ku për plagët e lidhjes demokratike të Kosovës flet zotnia Albin Kurti. Flet më me sinqeritet se zotnia Abdixhiku. Zotnia Abdixhiku, për cilat plagë ke fjalë? Flasim për vrasjet që kanë ndodhur, flasim për persekutimet që kanë ndodhur, flasim për dhunën që kanë ndodhur. Në lidhja demokratike nuk mund të sillemi tash se ato gjëra nuk kanë ndodhur. Njerëzit janë vrarë, njerëzit janë rrah, njerëzit janë plagos, njerëzit janë persekutuar. Edhe vetëm sepse i kanë takuar lidhjes demokratike të Kosovës. Unë po flas tash jo vetëm për të tjerë, po flas edhe për veten time Arben, ti i din këto gjëra. Unë po aq sa kam pas të problemet që kam me shëndetin, flas me shëndetin mendor, po aq sa doan 2/3 vinë pi stresit që më ka dhënë okupatori serb, po edhe 1/3 për faktin që i kam takuar një brezi që e ka konsideruar veten domosdoshmë si i ri që i ka besu presidentit Ibrahim Rugova. Domethënë, janë disa përvoja që unë kam vendosur të marr me veten varr. Po ato janë gjëra reale. Edhe njerëzit që na dëgjojnë e dinë që ato janë gjëra reale. Edhe tash si të tillë ka edhe shumë të tjerë. Tash zotnia